Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, erdhën në emisionin si çdo të premte Alo Policia Siguria në Fokus nga unë Fatjon Softa. Sot kemi në panel dy persona të cilët janë të inteligjencës policore dhe ushtarake, njerëz me eksperiencë. Tema sot ka një interes publik, sigurisht për rendin dhe sigurinë ku kohët e fundit ngjarjet e ndryshme kanë krijuar një shqetësim të përgjithshëm publik. Sot ndaj panelin me drejtuesin e lartë Dimitra Iziu, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë dhe General Major Det Prenga. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit, është një kënaqësi. Faleminderit. Zvogluam panelin për të rritur dimensionin profesional, sepse ka shumë rëndësi kur ndajmë midis dy personave të cilët janë rritur në karrierë, janë rritur në vetë saj pune dhe përkushtimet që ata kanë në uniformë. Sot analiza dhe debati bashkërisht probleme madhore, patjetër që ka interes. Dhe unë po e nis me ju, e nderuar Ziu. Gjendja e sigurisë në vend dhe perceptimi publik. Ka pasur disa ngjarje, shqetësime, të cilët vijnë që nga grabitja në Kamës, ngjarje të ndryshme me një punonjës policie, dhuna në përgjithësi, dhe kjo rrit atë që ne themi shqetësimin publik. Si është interpretimi juaj për këtë gjendje? Sigurisht që nuk kemi ngjarje të rënda, nuk kemi pasur situata të rënduara, por megjithatë aksidentet automobilistike, grabitja e Kamës, të gjitha këto kanë krijuar një shqetësim publik. Është vërtet që gjatë periudhën vazhdim ndodhin situata ndryshme, ndodhin ngjarje të ndryshme, krime, dalim te krimet urbane, të cilët janë krimet më të theksuara dhe më të dukshme dhe më impakt, që dihet që faktor kryesor janë social, ekonomik dhe kulturor dhe institucional. Duke referuar këtyre arsyeve, Policia e Shtetit arrin të menaxhojë me qetësi dhe me profesionalizëm të gjitha ngjarjet, duke punuar fillim për parandalimin e këtyre ngjarjeve. Parandalimi vjen si rezultati i një plani të qartë që në fillim të vitit, me detyra konkrete, me organizimin e strukturave në territor, dhe sot ne funksionojmë në territorët e policisë me zona policore, që është një studim dhe pasi u pilotua vunës zbatim dhe është rezultativ. Këto zona policore në territor janë përfshien gjithë shërbimet e policisë të ndryshme në një territor të posaçëm. Policia për punën parandalimin e ngjarjeve punon duke zhvilluar analizën e situatës kriminale, vendodhjen se ku e kemi situatën më të rënduar kriminale, popullsia dhe faktorët ekonomik. Në bazë të tyre arsye, policia plotson dhe harton planet e qarta dislokimit të shërbimeve. Dhe ne sot funksionojmë me sistemin e madh të sigurisë, që do të thotë, pas këtyre analizës, analizojmë kriminalitetin dhe ne i përgjigjemi me të njëjtën proces për ta hequr atë njollën e kuqe që krijohet te kriminaliteti, duke u fokusuar shërbimet sipas ngjarjeve të ndodhura. Dhe nëpërmjet informacioneve, nëpërmjet punës me metoda të ndryshme speciale të vimit, në bashkëpunim me organet drejtësisë, ne dokumentojmë ngjarjet dhe bëjmë goditjen e autorëve të veprave penale. Këto krime janë të përfshira dhe ndahen më të përmendur, ne kemi vjedhjet e banesave, vjedhjet e lokaleve, dhuna në familje, vjedhje automjetesh, dhe këtu dhe fuqia zbuluese për këtë periudhë ka ardhur në rritje. Kjo rritje kriminaliteti është perceptim apo është gjendë reale? Sepse njerëzit nga njëherë, sipas ngjarjeve, ndikojnë shumë, po themi, tek perceptimi. Domethënë nuk kemi nga ato atentatet klasike, ato ngjarjet e rënda të cilët një pjesë e tyre kanë ngelur pas bardhura, po prapë dhe këto e tronditin opinionin publik ose krijojnë një lloj pasigurie. Është perceptim. Është vërtet që ka një impakt çdo ngjarje, nga rëndësia e ngjarjes, po të flasim me statistika, policia përqindje më të madhe e ka të zbardha ngjarjet, po dhe autorët i ka dhënë në
para përgjithësisë, po pa diskutim ngelet publikut që të jap mendimin dhe të krijoj besimin te roli i policisë dhe nga puna e policisë. Dhe ne nuk kënaqemi nga puna jonë e përditshme, duke kënaqur vetëm, por ne marrim dhe opinionet e policisë. Jo më larg, ne kemi në bashkëpunim me zotin Zalosha dhe me projektin suedez është bërë një anketim që do të thotë anketohet duke u pyetur, duke marrë mendimin qytetarët. Sa i sigurt është qytetari të dalin nga banesa të udhtoj natën për një vend në punë në një vend caktuar? Sa i besueshëm është qytetari të dalë nga banesa të kthehet ta gjejë banesën të pahapur, të vjedhur, të gjejë ambientin, të kalojë i sigurt, i pa kërcënuar etj. Dhe dje në anketimi që është dhe i botuar, kanë dalë me rezultate pozitive, por e gjithë kjo punë nuk është vetëm te policia. Ne mbështetemi fort tek aktorët e tjerë që përfshihen në këtë proces. Lidhur tek dhuna familje, për shembull, ne i kemi kushtuar rëndësi të drejtë për drejtë, sidomos edhe ndryshimi i fundit ligjor ka patur një arritje dhe një sukses në parandalimin e dhunës familje. Në analiza që kemi bërë, pjesa më e madhe e dhunës familje ndodhet në zona rurale. Faktor kryesor janë kushtet ekonomike, xhelozia, përdorimi i pije alkolike. Po me vendosjen e nenit posaçëm për ligjit që urdhat në mbrojtje me njerëz që bien direkt nga shefi i komisariatit, e ka hulur përqindjet dhe ka parandaluar veprën penale të dhunës familje. General, e parë në këndvështrimin e një personi që ka një eksperiencë gjatë në sigurinë kombëtare, po edhe në nivelet e geopolitikave dhe ndryshimeve të ndryshme që ndodhin. Si e konceptoni rendin sot aktual? Si duket gjendja e rënduar, një gjendje normale apo një gjendje e cila ka shqetësim? Dhe a mund të ndikojnë ato ndryshime, po themi, në elementet e sigurisë kombëtare, për shembull kërcënimet që ka pasur Irani ndaj Shqipërisë për sulme kibernetike apo për sulme të tjera që mund të jenë të dyshuara, që mund të përdorin format asimetrike që ata përdorin, që mund të jenë dhe kërcënime të tjera nëpërmjet trazirave apo shqetësime që mund të ketë? Unë mendoj që arkitektura e sigurisë globale dhe zhvillimeve të pakta që prej 5 vitesh si në Evropë, ashtu dhe në lindjen e mesme, ka pa diskutim ndikim edhe në elementet e sigurisë kombëtare. Në këto kushte jam i bindur që qeveria dhe strukturat e ngritura respektive, si nga aspekti i Ministrisë së Brendshme, policia, garda dhe strukturat e tjera, shërbimi informativ i shtetit dhe forcat e armatosura, kanë marrë masat e nevojshme preventive për t'u përgjigjur këtyre situata, sepse ne jemi të afektuar, nuk mund ta shmangim, dhe kemi vetëm këtë vit kemi 4 raste të sulmeve kibernetike në institucione më të rëndësishme të shtetit shqiptar. Dhe në këto kushte ato do të jenë në vazhdimsi, sepse janë forma të zhvillimit të luftës hibride dhe asimetrike që nuk mund të themi që jemi të mbrojtur 100%. Në këto kushte unë mendoj që strukturat e qeverisë, si qendrore, ashtu dhe të pushtetit lokale dhe në veçanti strukturat e sigurisë të mbrojtjes, që janë përgjegjëse përballë qytetarëve, që janë përgjegjëse dhe të obliguar përballë misionit kushtetues dhe të detyrave që burojnë nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në bashkëpunim njëkohësisht edhe obligimit që kanë me partnerët tanë, me komunikimin, me ballafaqimin, me shkëmbimin e informacionit dhe me elementin kryesor që është siç edhe drejtuesi i lartë e tha, që duhet të përqendrohet ke informacioni dhe zbulueshmëria dhe parandalimi. Kjo është gjëja më e madhe që duhet të arritur. Pastaj, kur të vijmë tek pjesa e ndodhjes ngjarjes, ne do të punojmë për eliminimin e pasojave në mënyrë të tillë që mos kemi efekte të mëdha. Qytetarët për aspektin e sigurisë janë shumë të ndjeshëm. Dhe nganjëherë për mungesë informacioni dhe kur preken drejt për së drejti edhe reagimi i tyre është relativisht jo në proporcionalitet me strukturat, me përgjegjësit, me ata të cilët përballen. Dhe përgjithsisht ne kërkojmë siguri, por sa kontribojmë? Një qytetar duhet ta ndjejë veten jo pjesë të strukturës, por të ndikojë tek siguria.
nëpërmjet informimit, nëpërmjet telefonatës, nëpërmjet bashkëpunimit, dhe janë shumë elementë të cilët ndikojnë në rritjen e sigurisë dhe këto struktura duhet i shohim me syrin që janë struktura në shërbimin ton të qytetarit dhe qytetari duhet të luajë rolin e tij në këtë mes. Jo vetëm atëherë kur më fal për shprehjen i vjen risku tek vetja reagon. Duhet të reagojë pavarësisht mjeteve, teknologjisë që përdoret sot. Dhe siç u tha që po shkojmë dhe drejt asaj implementimit të një projekti Smart City për të patur gjithçka nën kontroll dhe për ndërhyrë policia në momentet e duhura për të edhe objektivi dhe misioni i policisë dhe i strukturave të tjera që janë pak më larg ato të mbrojtjes, jam i bindur që do të kanë si synim zbulimin dhe parandalimin pa ndodhur ngjarje. Në kohë dhe bashkëpunimin natyrisht që ata të cilët funksionet të cilat do ta bëj dikush kanë përballjen me qytetarin janë të destinuar edhe të vihen në pozita të vështira. Të mos kalojnë ligjin një, por të përgjigjen dhe të reagojnë në përputhshmëri me ligjin. Por shpesh herë përplasja me njerëzit të cilët nuk e kanë formimin e edukimin e nevojshëm, nuk kanë as eksperiencën e duhur, atëherë shpesh në këto momente ka edhe tejkalim të masave ose si më them mënyrës së veprimra përgjithsisht si nga ana qytetarëve dhe për mënyrë reagimi në një rast do thoya mund të ketë edhe tejkalim të kompetencës së veprimit edhe nga personeli që shërben përballë tyre. Kjo ka ardhur duke u përmirësuar nëpërmjet trajnimeve, nëpërmjet sistemit të edukimit dhe të rekrutimit, por mbi të gjitha nëpërmjet bashkëpunimit dhe shkëmbimit të eksperiencës me vendeve të partnere. Dhe ky shkëmbim eksperiencë vazhdon, sepse janë shumë institucione, si mund të themi, të fshehtësisë ose të përpunimit të marrës dhe përpunimit të informacionit dhe me hallkat e zëngjirit të madh që kanë, ato bashkëpunojnë, bashkëveprojnë me njëra tjetrën për të mund ta zbuluar herët atë rrezik që i kanosët qoftë personit dhe qytetarit, qoftë edhe subjekteve të tjera. Kjo është ajo që do të na çojë ne në zbutjen dhe minimizimin e efektshmërisë dhe rritjen e sigurisë së jetës së qytetarëve dhe të pronës së tyre, por mbi të gjitha edhe të sigurisë së vendit dhe ajo element të cilin ne na shoqëron në 24 orë, por për fat të keq jo të gjithë e ndjejmë dhe e vlerësojmë për të marrë masat e nevojshme, qoftë dhe mënyrën se si reagon e mënyrën se si lëviz. Unë jam një qytetar, do të lëviz me automjetin. Nëse nuk i shkel dhe ju përgjigjem dhe i zbatoj rregullin 1-1, atëherë nuk ka pse të ndodh asgjë e keqe. Por nëse ne i shkelim të parë dhe nuk reagojmë, do të marrim atë modelin të pakën unë kam patur e sjellë eksperiencën e Gjermanisë. Natyrisht e kemi të vështirë për të arritur atje se do shumë kohë nëpërmjet edukimit, e formave të veprimit edhe të ngritjes së shtetit që të arrijmë atje. Ose Zvicra. Qytetari për një parregullsi që mua më shet duke e kryer jashtë, ai telefonon, raporton, pse? Sepse e ndjen veten pjesë të këtij qyteti dhe ai që shkel ligjin e ndjen obligim për të raportuar, e ndjen obligim për të bërë pjesë e strukturave shtetërore, që strukturat e shtetërore të policisë në këtë rast duhet ta kenë më të lehtë për të vepruar. Unë shpresoj dhe besoj paçka se kushtet jemi, do thosha, në kushte normale me pak probleme, të cilat do të jenë, por nuk jemi në atë pjesën e dritës së verdhë. Jemi akoma tek jeshile dhe mendoj që projektet dhe planet që ka policia shtetit dhe qeveria shqiptare për të përkrahur e përqafuar projekte që vendet e tjera tashmë i kanë bërë plane veprimit të tyre dhe kanë pa edhe rezultatet, kam bindje që do të ndikojë në rritjen e sigurisë së qytetarit kudo që ai ndodhet dhe mbi të gjitha të pronës së tyre, siç e tha edhe në fjalën e vet që tha që prona shpesh herë për fat keq është dhe kërcënuar dhe ka krime ndaj pronës. Dhe këto duhet vinë sepse krimi ndaj pronës pastaj çon edhe te krimi, si mund të themi, deri edhe në përplasje të konflikte, ndoshta edhe eliminimin e njerëzve, sepse ne harrojmë që ta kontrollojmë vetveten dhe të ruajmë pjesën emocionale për të drejtuar strukturave shtetërore për zgjidhur një konflikt. Shpesh ne për natyrën njerëzore që kemi, përgjithsisht ballkanëse dhe jo vetëm shqiptarët, që bëhen pjesë e konfliktit i jo zgjidhet shpesh herë. Edhe për një rast në rrugë, po marr një rast, për një përplasje, për një fërkim pasqyre apo gjë tjetër, ne shkojmë tek ekstremi. Në një kohë kur çdo gjë zgjidhet dhe mund të zgjidhet në rrugë ligjore, por nuk durojmë, nuk presim dot për atë. Kështu që unë do të thosha për ta përmbyllur që siguria është në përmirësim,
si ajo individuale për qytetarin, ashtu dhe e pronës dhe e gjithçka në përgjithësi, fal masave të marra preventive nga shteti, fal mbi të gjitha, si më themi, zbatueshmërisë së rekrutimit, modelit rekrutimit, modelit trajnimeve dhe përgatitjes së trajnimeve dhe mbi të gjitha bashkëveprimi me të gjithë institucionet e vendeve tona partner. Atëherë generali tha parandalimi, zbulimi para se një ngjarje të ndodhë. Sigurisht që policia në komunitet është shumë e rëndësishme. Dhe puna e mirë e bërë ndërmjet komunitetit është shumë pozitive sepse do të kemi të gjitham, do të kemi informacione dhe bashkëpunime. Pa një bashkëpunim të mirë me qytetarët, është shumë e vështirë kryerja dhe misioni policisë shtetit. Ai ka policia e shtetit kapacitetet, sepse ka një ndryshim, ardhja e HITA ka një ndryshim duket forca goditëse dhe forca zbuluese është shumë më në eficiencë. Kjo mund të jetë një punë e bërë më parë dhe në këtë moment ka një sukses, por mund të jetë dhe shtytje për shkak të karakterit të një stafi që ai ka krijuar për të qenë më operacional në drejtim të zgjidhjes problematikave. Por megjithatë ai ka policia këto kapacitete. Po pa diskutim që i ka këto kapacitete policia, mënyrën e organizimit që ka, po dhe sot, më që nëse përmendëm mënyrën e drejtimit, vërtet drejtori i përgjithshëm sot ka ardhur në detyrë drejton organizatën e policisë, po risia e tij është përzgjedh stafin i cili prodhon stafi teknicien që i shërben detyrës që organizon mirë dhe koncepton mirë aktet të cilën normojnë strukturën e policisë shtetit. Po kështu, asnjëherë, unë kam një eksperiencë gjatë në policinë e shtetit, çdo ndryshim, si rezultati ndryshimit të drejtuesit të policisë, në këndvështrimin tim nuk ka sjell pozitivitet. Përkundazi, ka sjell një destabilizim. Pasi edhe vetë punës të policisë në mënyrën se si është vepruar që vjen një drejtor dhe lëviz pambarimisht dhe pa arsye dhe pa e motivuar punojësit e policisë, kjo gjë e destabilizon dhe hap një panik në vetë dhe policia nuk e gjen dot vete. Dhe drejtori i përgjithshëm sot në këtë ditë, këtë mënyrë të po qëndron i fokusuar duke i dhënë si specialistit të fushës, në mënyrës organizimit. Dhe po ta shikojmë gjatë kësaj periudhe ne kemi pasur organizime të reja, të cilat i kanë shërbyer komunitetit, i kanë shërbyer dhe policisë në vetvete. Dalim tek një organizim i ri që sot edhe keq kuptohet, po dhe kuptohet, te menaxhimi i sigurisë rrugore. Po pati një perceptim të publikut që ikën policët nga rruga dhe patjetër i kanë ikur. Filloi një shturje, po themin thonjza, në kuptimin pozitiv, të rritjes shpejtësisë dhe është vërtet që kanë ikur policë nga rruga, po policia nuk ka ikur nga rruga. Ne kemi hequr kontaktin e punojësit policisë me qytetarin, me përdoruesin e mjetit. Atë që ne kemi zvendësuar dhe ai vend nuk ka ngelur bosh. Sot policia ka ecur, ka një teknologji të përvaruar. Ka mjete inteligjense, ka shpejtësi macet, ka dronin, të cilët po funksionojnë në mënyrë më të mirë të shkëlqyer. Këto pajisje nuk kanë ndikim. Punojësi policisë në terren dhe në kontakt kanë ndikim. Atëherë këtu është rritur cilësia e shërbimit edhe ndëshkueshmëria është e barabartë. Dhe po ta shikojmë, në statistika kemi një rritje të treguesve me masat administrative, që do thotë janë rritur shkeljet. Por në vetvete qytetarët po e ndjejnë me vonesë këtë gjë, që policia po funksionon aty në rrugë dhe po parandalon aksidente dhe po i shërben sigurisë rrugore. Sepse kur i shkojnë gjoba në fund të ditës te Albania dhe kur qytetari njihet, atëherë fillon reagon. Pra, organizimi i kësaj pune konsiderohet që qytetari të jetë i ndërgjegjshëm ta zbatojë vetë rregullore, jo sepse ka prezencë e policisë. Se siguria rrugore do thotë siguron jetën e qytetarit. Përdoruesit e rrugës nuk janë vetëm drejtuesit e mjeteve, po janë dhe qytetarët. Janë dhe mjetet të tjera. Që do thotë ne kemi një arritje dhe ky ndryshim ka ardhur si rezultat i një kërkese që ka bërë vetë drejtori i përgjithshëm dhe po na funksionon më së miri. Përsëri ne nuk e kemi lënë prapë punojësit e policisë të funksionojnë vetëm. Kemi ngritur grupe dhe me objekte caktuar për kontrollin e një shkelje.
do të dalë në rrugë me drejtuesin kryesor dhe me 2-3 punojës policie dhe me objekt saktuar. Ne kemi mjetin inteligjent i cili kap të gjitha mjetet të cilat kanë penalitete. E vendosin në pozicion saktuar dhe punojnë stafet dhe jepet mjeti filantar ka penalitet, ka 10-30 gjoba kemi konstatuar. Është me targat vjedhura. Më kupton? Këto janë dëshkime që dhe qytetari nuk bezdiset, se qytetari e shkelës në radhë. Por të mbash një qytetar pa objekt konkret, mendoj se këtu bie besimi i qytetarit e policia. Ne kemi mjete që e kapin shpejtësi masin, e kap në distancë të saktuar. Po përse duhet punojësi policisë? Dhe vazhdojnë punon dhe transmetojnë direkt gjobat. Jo t'i marrësh tani t'i çosh në mënyrë mekanike, po kalon direkt dhe ne kemi një strukturë nga pas, që e quajmë fabrikën e strukturës policisë rrugore, që merret me plotësimin e gjobave nëpërmjet sistemit. Dhe këto kalojnë direkt te sistemi e Albania. Pra, ai keq kuptimi qytetarë, unë i bëj thirrje një qytetarë që ta heqin këtë keq kuptim, të jenë korrekt, të jenë të ndërgjegjshëm që policia funksionon me metodat speciale. Ne me dron arrim dhe ka një gjë, janë të certifikuara me standardet e ligjit. Po të shikoni, sinjalistika rrugore është e plotësuar. Parandaluese në fokusimin e radarit e të tjera. Ky është detyrimi i shtetit ligjor. Nëse këto nuk janë certifikuar, atëherë gjobat, masat administrative janë nul. Por ju bëjmë dije që policia nuk ka kënaqësinë që të ndëshkojë përdorësit e mjeteve, as qytetari. A ka paralajmërim për përdorimin e... Patjetër. Neve sensibilizojmë, po dhe ky një është një sensibilizim që ne bëjmë qytetarëve në thirrje dhe të parën kemi këshillimin. Pasandaj kemi ndëshkimin. Por ne sot po ngrenin database, siç quhen persona me precedent kriminal të vepra penale, ne kemi identifikuar persona me precedent kriminal të aksidenteve. Dhe ja kemi quar gjithë punojësit policisë në teren dhe i kanë në tablet dhe sa herë do i shfaqen, kontrolli do jetë më i rreptë. Këtu po fokusohemi. Kemi shumë përdorues mjetesh, edhe është dhe një televizor më pashëm, rreth 800 sa drejtues mjetesh që i kanë shkashur pikët. Akoma nuk paraqiten te drejtoria e transportit të kalojnë testin, që të pajisën me leje drejtimi. Këta janë në sistemin e policisë dhe këta në çdo rast si do të konstatojnë, këta do të kenë penalitete. Prandaj do unë bëj thirrje qytetarëve që këta të shkojnë, të paraqiten te drejtoria e transporteve, të vazhdojnë procedurat për pajisjen me lejen e drejtimit. Pasi drejtimi i mjetit është i paligjshëm në të tilla raste. Në rrugët interurbane, po të shikojmë vendet e Bashkimit Evropian kanë tabela paralajmëruese lidhur për përdorimin e radarëve. Është tjetër gjë droni ose për qëllime të caktuara në zonat me rrezik ngrini shërbime të cilat mund të jenë shërbime shtesë për parandaluar ngjarje të ndryshme siç ka ndodhur në Shkodër apo ngjarja e rëndë e Durrësit apo momenti kur një ide godet strukturën policore, godet vet automjetin e policisë. Ngjarje të cilat kanë shokuar opinionin publik se mendo ai furgoni që ishte me një qytetar që ishte vetëm i drejtuesin, po të shkëlqen me nxënësit e shkollës, apo të shkëlqen një mjet i transportit publik, që do të ishte një katastrofë vërtet që do të përjetonin. Është e vërtet që në zona rurale mund të ketë sinjalistik, por policia e vëmendshme do të veprojë me mjete speciale apo me ndëshkimet apo paralajme duke u referuar gjithmonë sinjalistikës. Pasi kodi rrugor ka të qartë, ndëshkimi vjen si rezultati i arsyetimit të një shkelje. Dhe nëse ti nuk e provon dot një shkelje nëpërmjet sinjalistikës, kodi rrugor të e bën të pavlefshme. Po kështu, në bazë analizës të aksidenteve, ne kemi përcaktuar dhe njollat e zeza. Dhe qëndrimi i policisë që është i fokusuar në këto pozicione, edhe pajisje speciale, edhe radarin, kur e përdorin për parakalimet të gabuara, kalimin në kthes, parakalimet të gabuara, mos pozicionimi i krahut, e të tjera shkele të cilat ne i kemi të dokumentuar, sepse ka dhe një panik të qytetarë që unë nuk e kam dokumentuar, ai e ka me foto dhe ne ja bashklidhim
masa administrative dhe ka të dokumentuar këtë gjë. Masa shtesë, në këto zona mare ku ne kemi ndryshimin e gjendjes, për shembull tani vjen sezoni turistik, patjetër që ne do angazhojmë shërbime, pasi situata dhe numri punonjësve të policie rritur me fluksin që i shkon në zonët drejtëtare, patjetër që do vëmë masa shtesë dhe do çojmë dhe forca shtesë që të përgjigjemi situatës. Atje do të çojmë kategori të ndryshme shërbimesh. Për këtë qëllim ne si risi kemi si jetë do të bëjmë një trajnim, që nuk është bërë ndonjëherë. Në punojës e policisë do kalojmë në janë të trajnuar, pa diskutim, por do të zhvillojmë një trajnim të posaçëm për garantimin e renditjes së sigurisë publike dhe me shërbimet e tjera që do të kryejnë në këto territore. Do të kalojmë në një spot publicitar, themi pas pak në pjesën e dytë të emisionit Alo Policia Siguria në Fokus. Mos u largoni, na prisni për pak. U kthyem në pjesën e dytë të emisionit Alo Policia Siguria në Fokus dhe gjatë kohës që ishim në spot publicitar, diskutimi në panel ka vazhduar për shkak të nivelit profesional të panelistëve që kemi. General, Shqipëria ka pluralizëm politik, po nuk ka pluralizëm policor. Dikush mund të pyesë, ç'është ky pluralizmi policor? Dhe po themi Gjandarmeria apo Karabinjeria, sa forca strukturore, policie të tjera ka, por më shumë përqendrohemi, a mund të jetë ushtria? A mund të jetë vetëm policia? A i ka nevojë Shqipëria të bëjë këto ndryshime? Për të përgjigjur ndryshimeve të imponuara të sigurisë globale, mendoj se ka kërkuar dhe kërkon domosdoshmërisht dhe përshtatshmërinë dhe riparjen e rrisqeve, e kërcënimeve, qofshin të jashtme ato të brendshme mbështetur në luftën hibride dhe asimetrike, dhe mendoj se ka vend për të riparë në strategjinë e sigurisë kombëtare, në strategjinë ushtarake, në pjesës e cilës janë si forca armatosur, ashtu dhe policia e shtetit dhe shumë strukturat e tjera, që mbi bazën e kërcënimeve dhe planeve e masave që duhen marrë, atëre miratohet nga Parlamenti strategjia e sigurisë kombëtare. Në zbatim të saj dhe në përputhshmëri me detyrimet kushtetuese, pa dalë jashtë këtyre, kam bindjen që mund të gjej vend edhe rishikimi i strukturave. Mendoj se ka vend për të riparë, por duke marrë një kohë të mjaftueshme në dispozicion të ekspertëve, mbështetur dhe në eksperiencën e vendeve tona partnere, si dhe ato të aleancës ku ne bëjmë pjesë, edhe të marrëveshjeve që kemi dy e shumëpalshme me vendet me cilat rrethohemi, kam bindjen që ka plot nga ato të cilat mund të përshtaten, duke parë se kush është Shqipëria, kush është popullsia e saj, gjeografia dhe ecuria në retrospektiv e problematikave në përgjithësi për të arritur tek një nivel ndërhyrje, pse jo edhe krijimit të strukturave të cilat do të jenë më eficiente për sa i përket problemeve të sigurisë në përgjithësi. Në këtë kontekst unë do thosha që policia e shtetit ka ecur dhe vërtet gjendet në krye të detyrës për t'i afruar atë për cilën ka misionin mbi të gjitha qytetarit, për rendin dhe sigurinë, për rujtjen e tij dhe për t'i afruar sigurinë qytetarit. Mendoj se me gjithë ndryshim, pa dashur të bëj ekspertin, se ekspertin e kemi në studio, edhe të tjerë ka plot, pa dashur të bëj ekspertin, por si një qytetar që do doja informacion ishte dhe ngelet për çdo gjë të re që futet në shërbim në policinë e shtetit, që i shërben rujtës dhe sigurisë. Mendoj se duhet sensibilizuar dhe duhet informuar qytetari më herët. Për t'i ardhur tamam në pikë mbështetje, në pikë takime asaj që u tha që nuk është qëllimi i policisë për të ndëshkuar qytetarët, por për të parandaluar çdo lloj të keqje, cila do qoftë ajo. Dhe në këtë kontekst, unë si qytetar e shoh të domosdoshme që niveli i sensibilizimit dhe informimit të qytetarëve nëpërmjet rrjeteve sociale dhe medias, duke filluar nga ato publike e deri ato private, të mund të bëhet më i shpesht, më i shumtë dhe më
përpara kohës se të zbatohet. Po e zem, unë si qytetar, po marrni, unë kam besim të droni, kam besim të gjitha mjetet teknologjike që përdoren nga njerëzit, por nuk jam shumë informuar se si përdoret droni, a përdoret në raste, sepse asnjë nuk e din, dhe vërteta është që mund t'i shkojë siç e tha edhe eksperti këtu që tha, nëse i shkon fleta e gjobës apo masa cila do qoftë, i shkon dhe me fotografi e shumë probleme tjera, të cilat janë fakte dhe nuk i mohon dot. Por gjithsesi, për shembull pjesa e dronit a përdoret në momente të caktuara, pra këto janë gjitha informacione, se s'du t'ju në detaje teknike, se s'jam dhe ekspert, të gjitha janë problematike të cilat unë do e mendoja se do t'i bëj mirë para ndalimit të shkeljeve që të qytetarët do të ndërmarrin nëse ata janë të informuar më shpesh në mënyrë të vazhdueshme dhe para kohë se sa të ndodh një ndërhyrje. Për të ardhur tek pjesa juaj, si pjesa e forcave të armatosura, e pyetjes, si pjesa e forcave të armatosura, ashtu dhe strukturat e tjera të sigurisë dhe të mbrojtjes, kanë nevojë në vazhdimsi për t'u reformuar dhe për të zgjedhur në shumë variante ku ekspertët do të thonë fjalën e tyre, mendoj unë, në shumë variante t'u paraqesim vendimmarrësve se kush është në raport me ngjarjet që kanë ndodhur, në raport me situatat që janë zhvilluar dhe në raport me situatat e pritshme që lidhen me sigurinë. Këto do të përbëjnë ajo pjesë që unë mendoj që edhe ata të cilët nuk janë më pjesë e strukturës të policisë së shtetit, por kanë një eksperiencë në punën e tyre, mendoj se mund të krijojë edhe një strukturë si quhet Këshilli i Turpëve dhe t'i thras drejtori i përgjithshëm i policisë. Pse jo edhe një takim kafe pune, që quhet dhe t'u marrë mendimin. Kush mund ta bëj oponencën në dikasterin e mbrojtjes apo të policisë së shtetit më mirë se ata të cilët i kanë kaluar këto detyra, i kanë kaluar këto vështirësi dhe nuk kanë asnjë lloj ndikimi për të patur frikë për ngjitjen në karrierë, për përparimin në karrierë, për ndryshimin e vendit të punës dhe detyrës. Sot do mendoj se këta janë personat të cilët mund të bëjnë një oponencë reale për çdo lloj projekt apo draft ligj që kërkohet për të ndryshuar dhe për të përmirësuar funksionalitetin e çdo strukture. Qoftë ajo policisë së shtetit, qoftë ajo forcave të armatosura, për të ndikuar në atë që kemi mision si policia e shtetit, si të gjithë strukturat e tjera të sigurisë dhe të mbrojtjes së vendit që kanë rrujtjen e tërësisë territoriale të këtij vendi, rrujtjen dhe ndikimin në sigurinë e çdo qytetari. Ka një qasë tjetër, profesor, në lidhje me këtë tematikë. Nga që kemi studiuar, Gjandarmeria është në shtetet europiane, kemi në Francë, në Itali dhe në Spanjë. E kanë historike. Dihet që roli i Gjandarmerisë është shërbimet në zona rurale, kryesisht për emergjencat, për ngjarjet e rënda, atje ku nuk përballohet me policinë e rendit, siguria publike, e zotrojnë këta dhe e menaxhojnë këtë shërbim. Është një forcë, Gjandaria është një forcë ushtarake dhe ne në teorinë e vendit tonë mendoj që sot ne e çojmë policinë një polici jo forcë armatosur, e administratës shtetërore. Që do të thotë, policia sot e garanton rendin e sigurisë publike, e godit kriminalitetin, e garanton sigurinë rrugore, operon dhe shërben në zonat rurale. Dhe në këndvështrimin tim dhe në analizë të bërë situatë do të thotë që të realizosh të proces e para njerë ndryshon mënyra organizimit. Mund të kalojnë të në varësit Ministrisë së Mbrojtjes dhe rendin punët brendshme, ose mund t'i mbajë Ministeri brendshme. Ka një kosto financiare, po do dhe një paket ligjore, që nuk është e pak ta bësh. Por pse e kanë këto shtete? Ka një numër popullsie të madhe. Ka një ngjarje të rënda të emergjencave civile, që nuk i përballon dot policia këto gjëra. Ka tubime masive dhe shumë të ashpra, ne i kemi parë. Atëre, ky është roli i Gjandarmerisë. Dhe unë mendoj që Shqipëria sot i ka kapacitetet që të funksionojë me ndihmë personale në këtë modalitet, po duhet të punoj për rritjen e cilësisë së shërbimit dhe me policimin në komunitet. Ky është këndvështrimi im. Kështu e ka dhe Vatikani.
Patjetër, E ka dhe Belgjika. patjetër, po E kanë dhe Rumunët. unë përmenda këto dy që kanë historike. Kur unë thash që pluralizmi policor. Ky është pluralizm policor. Thotë që në një zonë caktuar kemi një drejtues të gjandarmerisë apo të karabinjerëve dhe një drejtues të policisë dhe në një farë mënyrë kemi dy mënyra edhe për të rritur konkurrencën dhe për të ndarë disa detyra sidomos për rritjen e kontrollit territori. Megjithatë këto janë politika që do të jenë të qeverisë shqiptare dhe mbasi të ketë një analizë patjetër nëse Shqipëria ka nevojë apo jo Nëse më lën për një ndryshim të tillë. Unë mendoj që Shqipëria dhe çdo vend pavarësisht numrit të popullsisë edhe shtrirjes territoriale që ka vend dhe duhet të rishikojë me syrin dhe objektivin e përmirësimit të strukturave. Përmirësimi i strukturave një në variantet mund të jetë edhe kjo që mund të shikohet, sepse në brenda forcat armatose apo siç u tha, apo brenda Ministrisë Mbrojtjes apo brenda Ministrisë Brendshme, nuk ka rëndësi ku qëndron. Diskutohet dhe merren opsionet më të mira të mundshme, referuar dhe vendeve të tjera, por referuar konkretisht dhe terrenin në cilin do të veprojë dhe operojë. Në këto kushte mund të shkurtohet një strukturë tjetër, mund të përshtatet një strukturë tjetër dhe të lihet vend dhe kjo të jetë struktura, siç është po them në raste operacionesh të ndryshme FNSH-ja apo struktura të tjera për shembull siç ka dhe forca armatosur, komandat apo forca speciale, që në një situatë kritike ku policia, ku forca armatosur vet, ku strukturat e detyruara për të vepruar nuk i kanë kapacitetet, atëherë do thirrje dhe shkon në ndihmë për të operuar dhe për të zgjidhur dhe për të përgjigjur situatës së krijuar. Kjo mund të jetë dhe mund të shkohet, sepse po të sjell një shembull, një shembull. Ka edhe brenda policisë shtetit, po në veçanti policia ushtarake e forcave të armatosura, pjesa dërmuese e tyre që kualifikohen dhe arsimohen si në Itali, ashtu në Greqi, edhe në Turqi dhe në vendet e tjera, mbarojnë arsimimin dhe diplomohen për gjandarmeri. Tani, këta vinë dhe shkojnë në një strukturë ku në një farë mënyrë është jo tjetër e përmbysur, por krejt tjetër në raport me atë çfarë ka studiuar, çfarë është trenuar është përgatitur dhe vjen në një terren krejt tjetër për të vepruar. Kështu që nuk është, e themi, tabu as ligji, as struktura. Kjo duhet ripar dhe është e mundur për të ripar. Jo për t'i marrë kompetencat dikujt e për t'ia dhënë dikujt, as për të mbivlerësuar një strukturë apo një strukturë tjetër, por thjesht dhe vetëm në përmirësimin e punës në vazhdimsi në përmbushjen e misionit dhe detyrave që burojnë. Edhe Shqipëria ka pas një eksperiencë që ka pasur gjandarmeri. Ore, të them vetëm diçka, po sill një shembull. E para, besoj na kujtohet të gjithëve që në 97 në atë anarshi që unë nuk duhet ta rësjell në kujtesën e hidhur, por që duhet mësojmë dhe nga gabimet tona, e para e cila ka dalë nëpër Tiranë për rendin dhe sigurinë që e policia ushtarake. Pra në një farë mënyrë element si një strukturë e vogël e një gjandarmerie. Na kujtohet gjithëve. Po dhe në kohën e Covidit kishim të njëjtën situatë përsëri. Tani kthehemi tek disa probleme që kanë më shumë interes edhe për publikun veçanti kur vjen puna tek fëmijët dhe siguria. Më bëri përshtypje dy lëvizje të drejtorit përgjithshëm Skënder Hita. Takon studentët në akademi dhe ndërgoi shon një telegram të gjithë strukturave policore që të rrisë kontrollin dhe të në shkolla në veçanti ndaj shpërndarësit dhe personat që merren me shpërndarjen e lëndëve narkotike. Dhe në kuadër të saj, që të mos të bëj të dyja pyetjet, është edhe Smart City. Edhe si të jenë këto sisteme që do të montohen nëpër shkolla dhe sa produktive do të jenë, çfarë ata në vetvete është risi për qytetarin. Po, është vërtet, në analiza e situatës kriminale që bën me drejtorin e përgjithshëm dhe i kushton fokus të rëndësishëm sigurisë në shkolla, pasi ne jemi dhe drejt fundit, por nuk e kemi ndërprer procesin e shërbimeve në shkolla, por bëmi ndryshim në mënyrën e organizimit dhe për mbajtjen e kontroll dhe goditjen e kësaj paligjshmërie. Drejtori i përgjithshëm nxori një telegram që ne do të punojmë me shërbime krahas shërbimeve të drejtorit me uniformë, do punojmë me shërbime inteligjente për marrjen e informacionit, për grumbullimin e provave dhe goditjen e kësaj veprimtarie. Jo më larg, ditën e hënë ne kishim një operacion në Tiranë dhe që goxha me rezultate pozitive, po dhe ditën e djeshme në Lezhë dhe në disa qarqe të tjera. Që do të thotë, territori i sigurisë në shkolla do jetë i paprekshëm. Ne kemi një paket lidhur me sigurinë në shkolla, kemi bërë një marrëveshje me drejtoritë arsimore, për të cilën kemi përcaktuar detyra të qarta dhe marrëdhëniet se si ne i ndërtojmë me drejtoritë arsimore, që risia është
që është futur oficeri i sigurisë në shkolla. Është një lisë ndërmjet policisë shtetit me drejtorinë arsimore. Kjo ka funksionuar në modalitetin më të mirë, por nuk e kemi në gjithë shkollat. Atje ku nuk e kemi janë drejtorët cilët e ruajnë këtë rol. Në një manual që kemi bërë lidhe me sigurinë në shkolla, ne kemi caktuar perimetrin e sigurisë në shkolla. Kemi identifikuar të gjitha anët negative që mund të vijë rreziku nxënësve të shkolla dhe mësuesve. Kemi vendosur persona dhe president kriminal që janë banor në afërsitë të shkollave, të kategorive ndryshme, përdorues narkotikëve, përdorues alkooli, armbajtje pa leje dhe të gjitha veprat e tjera. Kemi identifikuar objekte të cilat tregtojnë dhe i mbajnë në mbikëqyrje të plotë, si kategori që thash dhe këtë i mbajnë që tregtojnë në mënyrë të paligjshme tregtime ambulante për të tregtuar për të përdorur nxënësit. Mbajmë në kontroll mos lejimin e personave të pa autorizuar. Kemi identifikuar gjithë nxënësit e shkolla që janë problematik. Mbajnë në mbikëqyrje dhe mbajnë me informacione të përbashkëta. Prodhojmë siguri rrugore. Po ta shikojnë në gjitha shkollat, ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyer dhe kemi punojës policie në çdo shkollë. Kur vjen në shkollë, në mëngjes, në pushim gjatë, kur largohet, rritet me masa shtesë me punojës policie për të përballuar fluksin e mjeteve të cilat bjen nxënësit apo mjetet e transportit publik, prindit e tjera. Dhe nëse këto shfaqen në territorin e shkollës, policia ndryn dhe vazhdon me masat ndëshkimore. Lidhur me Smart City, është një projekt shumë i mirë që unë tani po njihem me strukturën time, Siguria Publike ka një përqindje të madhe në këtë projekt, që do të thotë përfundimi i këtij procesi do jetë realizimi më i mirë i kontrollit të territorit. Neve sot po identifikojmë të gjitha shkelet që mund të bëj një drejtues mjete e morat e siguria rrugore. Çfarë shkele parashikon kodigor? Parkim të gabuar, parakalim të gabuar, ndalim mos pozicionim krau, kalimi vjetë bardha, kalimi senofor, të gjitha shkeljet, këto identifikohen duke hedhur në sistem, këto identifikohen drejt së drejti dhe kalojnë direkt në sallën, që kemi 2 salla. Kemi sallën qendrore, që duhet kush sot policia rrugore, dhe do të kemi sallat në drejtoritë vendore. Ato janë monitoruese, sallat drejtoritë janë ekzekutuese. Po kështu, lidhur me sigurinë edhe në shkolla, po edhe në qytet, do të identifikojnë gjithë persona me precedent kriminal. Persona kërkim do të paraqiten foto me të dhëna dhe në moment që ky do të shfaqet, policia do ta marrë informacionin dhe në monitor ajo nuk zhduket, po nuk ekzekutua ajo gjëja e tij. Ajo nuk zhduket, po s'u vu masa administrative. Mjetet e cilat janë të vjedhura, sepse ky do të alternohet bashkë me drejtorinë e transporteve në lidhje me mjetet e transportit, të cilët dhënat e tyre çdo shkelje që do të futet pa siguracion, pa kalaudim, pa gjoba, e të tjera janë të identifikuara dhe këto do të kalojnë patjetër me masa administrative pasi nxjerr sistemi. Po kështu, ne kemi filluar një bashkëpunim me drejtorinë e autoritetit rrugor shqiptar. Ka një sallë të modelit europian me standarde të BE-s, e cila në të gjitha aktet rrugore në autostradat ka mjetet të shpejtësi macit dhe kamera dhe identifikon çdo shkelje të përdoruesit të mjetit. Çdo situatë, çdo ngjarje që ndodh në akset rrugore, ajo është e identifikuar dhe del monitor. Aty dohen përfaqësues policisë shtetit, të ARSH-s, drejtori transporter, emergjenca, zjarrfiksja dhe shërbimi shëndetësor. Secili do të marrë pozicione vet që ka lidhje me ngjarjen, do ta menaxhojë këtë ngjarje. Unë i bëj thirrje qytetarëve se së shpejti, sepse detyra jonë është që ne ta sensibilizojmë qytetarin para se të vëmë në zbatim një akt apo një vendim, që së shpejti të gjitha ato kamera që shikojnë në akset rrugore, në autostrada, që tregojnë si radar që nuk janë në funksion, së shpejti ato do të vendosen funksion dhe sot janë rreth 6 shpejtësi max të vendosura dhe do të shkojë rreth 150 shpejtësi max dhe kamera në gjithë territorin. Pra, mendojmë për një siguri rrugore të sigurt.
Dhe kjo do të shërbejë parandalimit të gjitha ngjarjeve rrugore. Kjo është një ndryshim edhe i mentalitetit dhe evolimi i mënyrës se si mund të menaxhohet dhe mund të jetë në funksionim policia e shtetit. Pra të mos shkojmë vetëm tek ai punojësi i policisë klasik që do të jetë trup madh, të ketë shkopin e gomës dhe prangat, por do të shkojmë deri një policie më inteligjente që i vlen publikut, e koordinuar me inteligjencën dhe ne do të bëjmë një emision veçantë, ja nuk do të ndërpres, do të bëjmë një emision veçantë edhe lidhur me këto sallat operative që u thatë, si policinë e shtetit, ashtu të emergjencave të tjera, sepse nëpërmjet sallave ne mund të japim një informacion më të vyer për atë investim që është bërë, për atë investim që ju kërkoni ta vini dhe për një polici që do të vinë nesër, sepse gjithë ne themi do shkojmë në vend të Bashkimit Evropian si do jetë policia e shtetit. Ne do të shkojmë në BE, por si do të jetë Shqipëria e 2050-s, sepse sfidat që ka përballë siguria kombëtare janë sfida të cilat kërkojnë edhe rritjen e profesionalitetit, por edhe të kualifikimit të vetë punësve të policisë në rreth parë të mentalitetit drejtimit të saj. Gjeneral. Kërkojnë ndjes vetëm diçka të vogël. Sa parashikohet koha e ndërhyrjes nga policia në raport me ngjarjen që do të ndodhë? Pra koha, flasit mos si quhet përmendet, emergjenca civile, strukturat e tjera, pra do të jetë po marrni shembull, Gjermania për shembull ka që në një ngjarje që ndodh apo diçka që raportohet është 5 deri në 7 minuta çdo cep. Tash në raport me këto teknologji që ju do të vendosni, do t'u informojnë çdo kohë dhe do të keni sallat operative të cilat do të keni në çdo moment njësi të kohës në raport me ngjarje dhe do ta kontrolloni dhe do të raportohet ngjarja dhe do të shkojë ke vendimarrësi i cili do të thotë po, nisuni në veprim. Faleminderit për pyetjen. Është shumë e rëndësishme që ta dëgjojnë dhe qytetarët. Policia e shtetit kontrollohet nga shumë struktura agjësi ligjvërtetuse. Ndër ato që nuk e dinë dhe qytetarët, ne kemi patur një raport kontrolli lartë të shtetit në lidhje me reagimin e policisë. Dhe unë po të marr telefon sos, varësit e mi sot janë në teren, ka filluar që dije, duke testuar me ngjarje, improvizojnë ngjarje dhe reagimin e policisë. Dhe nga testi që kemi bërë sot, pak të teknologji, ne reagimin e kemi tek 5 minuta. Tani u bëjmë dije një raport i burimeve njerëzore, për shembull marrim Tiranën. Tirana sot ka 50 patrulla të përgjithshme në territor të ndara në bazë territoriale komisariate. Ka 10 patrulla të forcës posaçme Shqiponja. Ka shërbimet e policisë rrugore. Ka shërbimet e policisë të krim me volum që shkon rreth 250 punojës policie i ke në teren në Tiranë sot. Në të gjithë qarqet, ne kemi të mbuluar teritorin në masën 100% me shërbime territor me patrulla. I kemi të ndara zona policore rurale dhe zonat qytetit. Dhe ne na duhet vetëm reagimi i qytetarëve, të cilën ne po punojmë fort për të ruajtur anonimatin, për të rritur besimin të qytetarëve të reagojmë në kohë dhe me cilësi dhe ta çojmë problemin e zgjidhjes deri në fund. Për këtë neve kemi bërë analiza të qarta dhe kemi dhënë ndëshkim me masa disiplinore për punojësit e policisë të cilët nuk e kanë këtë sjellje. Vazhdon kemi drejtori qendrore, që quhet drejtoria standarde, që vazhdon me hetimet të kësaj kategorie. Pra, ndëshkueshmëria jonë vjen e para nga ne, që të rrisim cilësinë dhe zgjidhjen qytetarëve. Nëse do të futet Smart City, ne do kemi 2 informacione që na vinë në kohë reale. I pari njëherë nga teknologjia, po dhe qytetari patjetër do të rritet besimi dhe do të informojë. E rëndësishme është kjo që me implementimin e këtyre teknologjive të përparuar, pa diskutim që rritet dhe fluksi i masë administrative. Sa të ndërgjegjësohen qytetarët dhe kjo do të bëhet më thjesht, do të bie numri masa, do bie dhe volumi i punës i punonjësve të policisë, të cilët sot kanë vështirësi në përballimin e saj me orë shtesë, me orë suplementare, me punojës policie me papushime, por ka një gjë të rëndësishme që orë suplementare punojës policisë janë të realizuara dhe të kthjeshme. Nëse më lejon diçka, ndoshta më shumë është e rëndësishme për publikun, por unë po flas në rolin e një qytetari në këtë rast. Në kuadrin e Smart City dhe programit që ju shteti shqiptar dhe policia në veçanti po punon për ta implementuar gradualisht. A do të ketë, a ka mundësi që të ketë një informacion nëpërmjet atyre satelitëve që janë hedhur dhe shkëmbimit të informacionit mes Albanian 1, Albanian 2 dhe të lehtësoj
ndërhyrjen në këtë rast dhe informacionin, apo do t'jetë thjesht dhe vetëm brenda për brenda atyre pajisjeve që duhet vendosi dhe me sallat operative që do të ngrini? Tani, ky është në studim e sipër, si projekt që është miratuar, por mënyra me integrimin të dhënave me institucionet e tjera është faza në vazhdimsi për të realizuar këto procese, pasi Smart City është i qytetarëve. Por të dhëna nuk do t'i përdorë çdo njeri dhe punuesi i policisë nuk do arrit të përdorë të dhëna. Do përdoren në raport me ligjin. Ato do të ruhen 1 muaj, por si do të përdoren? Do të ketë një administrator që mban përgjegjësinë nxjerrjen e dhënave. Me urt prokurorit në varësi të situatës ngjarje administrative, me urt titullarit detyr, që do të bëhen procedura standarde për çdo veprim që do të kryejë policia. Kjo nuk do të jetë thjesht në dorën e një punojësi policie. Shumë saktë. Kjo është besueshmëria që ju krijoni sepse qytetari nëse nuk ndjen siguri për një dhënë, siç ju thatë, informatorë dhe besueshmëria. Rarë do të thosh person. Shumë jemi gati në fund të emisionit dhe unë do të bëja një pyetje të fundit që ta mbyllim. Po pak kohë kemi për ta thënë. Unë do të kisha pafundësisht të tema dhe problema që do të ngrinim, duke filluar që nga call centrat, nga armët që janë në vend, nga lëndët narkotike, nga ngjarjet e pasbardhura, nga problematika që kanë qytetarët kur njoftojnë për konflikte, për problemet e konflikteve që ndodh për një vend parkimi, për këto ngjarje të ndryshme të cilët kanë tronditur opinionin, por jo policinë, sepse në fundit është testim i sigurisë publike. Por jemi në prag sezonit. Policia po bëhet gati tani për masat e sigurisë, ku e rëndon policinë për punët që ngarkon. Kemi shtimin e automjeteve, kemi ardhen e të huajve, kemi siguri në Bregdet, kemi një ngarkesë policisë, një pjesë e juja nuk bëjnë më pushime, ndërpriten pushimet, hynë në një lloj situate që e ngarkon realisht policinë e shtetit. A jeni gati për këtë sezon? Zjarret, problemet e zjarreve, pafundësisht. Pa diskutim që jeni gati. Kemi kohë që përgatitemi, kemi bërë analizën e situatës më pashme, kemi nxjerrë problematikat, kemi nxjerrë nevojat, të cilat ne i kemi plotësuar dhe jemi gati në start për të filluar nga shërbimet e policisë në zona turistike. Pa diskutim që turizmi ka qenë prezent në 12 muajt e vitit, po intensiteti fillon dhe rritet. Dhe për këtë arsye ne në datën 1 korrik neve çojmë shërbime shtesë sipas ngarkesës. Për siguri rrugore. Periudha është nga 1 korrik deri në 1 korriku deri në 1 shtator. Kemi shërbime të policisë kufitare që në hyrje që t'i presin turistët që t'i zgjidhin në kohë reale, mos i lëmë që të zgjaten ato. Në pikat kufitare. Po. Kemi shërbime të policisë rrugore që të provojnë siguri rrugore. Kemi shërbimet e terrenit të palëvizshme në gjithë territorin e vendit, do të çojmë shërbime shtesë në zonat e plazhit. Aty do të çojmë shërbime të policisë rrugore, të forcave posaçme shqiponja dhe të shërbimeve të policisë kriminale. Po, në bashkëpunim dhe me organet e qeverisë vendore, ne kemi marrë masat për të përcaktuar zonat dhe vendet sipas kategorive që ka caktuar Ministria e Turizmit për normalizimin e turistëve dhe akomodimin e tyre. Kemi evidentuar të gjitha hotelet dhe vendet akomodimit, kemi evidentuar të gjitha zonat problematike. Tani dihet që edhe kjo periudhë, po ta shikoni nga eksperienca në zonat e plazhit në rritet e numri i vjedhjeve, pasi banorët nuk kanë qenë në ato zona dhe tani fillojnë rritjen e denancimit dhe kjo është një punë e vështirë për policinë, sepse denancimi nuk është në kohë reale, por duhet punoj të jetë në kohë reale, që të kapin provat e, po kjo është e pafashme që ta ndosë në të gjë. Dhe ne punojmë për të rritur në mënyrë të vazhdueshme teknika speciale të hetimit dhe për të marrë informacion, si dhe të godasin këta autorë dhe t'i mbajnë në fokus dhe në mbikëqyrje të plot për mos na shkaktojnë ngjarje në të sot. Erdhëm në fund të emisionit Alo Policia Siguria në Fokus. Sigurisht që ky nuk është një emision, por ky është një mision. Ne në këtë periudhë që nga tetori dhe deri më sot në këto emisione kemi trajtuar temat në përgjithësi dhe patjetër që ne do të shkojmë në thellësi duke krijuar një cikël emisionesh të veçanta për të gjitha problematikat që ne kemi, për policinë rrugore, për policinë kriminale, për policinë e rendit, për polici të tjera, e njëjta gjë do të jetë për emergjenca civile, për mbrojtjen nga zjarri, për sigurinë, për smart city, për sallat operative, janë pafundësisht probleme dhe ne do t'i alternojmë studio dhe terreni.
Së shpejti ne po bëhemi gati me një staf profesionistësh për dalë në terren dhe në bashkëpunim ne mund të ndërtojmë emisione që i vlen policisë, publikut, i jetës qytetarëve. Faleminderit që na ndoqët, faleminderit Dimitra Iziu për prezencën, për ekspertizën, për ato çfarë në mënyrë profesionale ju i transmetuat publikut. Faleminderit Det Prenga, si gjithmonë një analist dhe një ekspert i jashtëzakonshëm për forcën dhe argumentin që ju jepni për të ndihmuar analizën jo vetëm për studion, por edhe publikun për nevojat që ka. Faleminderit nderuar teleshikues, ne jemi çdo ditë të shtunë përsëritje dhe çdo ditë hënë përsëritje edhe një orë, përveç orës, një orë live çdo të premte ora 20 deri në 21 nga unë Fatih Softa. Natën e mirë.